Ngjarje si nëpër filma, vjedhja taksist në Vlorë si Amerikani, një ish ushtarak përplaset me makinën e policisë. Policia zbardh ngjarjen me vjedhjen e një taksie në Vlorë. Autori ishte një shtetas amerikan ish ushtarak. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë numër 6 arrestuan shtetasin Ar, 27 vjeç, banues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi dyshohet se vodhi një automjet në Vlorë, me të cilin më pas shkoi në një pikë karburanti e furnizoi, por nuk kreu pagesën. Më pas, ditën e dieshme, Amerikani mori një taksi dhe pasi drejtuesi i taksisë zbriti nga mjeti, shtetasi Ar vodhi mjetin dhe u largua. Gjatë përpjekjes nga policia, ky shtetas ka goditur një automjet policie, njoftuan uniformat blu. 27 vjeçari i arrestuar është shtetas amerikan nga Ohio, identifikuar si një ish ushtarak. Arrestimi i tij është bërë pasi gjatë natës në 19 tetor ai shkoi në një pikë karburanti në Yrshek me një automjet të vjedhur dhe të shpallur në kërkim nga komisariati i policisë së Vlorës, dhe pasi ka furnizuar makinën me karburant është larguar pa kryer pagesën. Më pas, 2 ditë më vonë, 27 vjeçari amerikan në rrugën dytësore të autostradës Tiranës i ka vjedhur automjetin një taksisti, ku 27 vjeçari amerikan ishte pasagjer. Gjatë ndjekjes nga policia e Tiranës, 27 vjeçari me mjetin taksi që kishte vjedhur ka goditur edhe një nga makinat e policisë që po e ndiqnin. Kapja e 27 vjeçarit është bërë mundur vetëm në Elbasan. Për neutralizimin fizik të tij, policia ka hasur vështirësi për shkak të stërvitjes ushtarake që kishte i riu.